Ti mua, tashim ta them ty. Nuk ka mosh kur mbrojtja e të vërtetës. Njeriu i qytetruar, njeriu i civilizuar, të vërtetën duhet ta mbrojë gjerë orën e fundit të jetës tij. Ky duhet të jetë raporti i tij me të vërtetën, pavarësisht nga çmimi që paguar. Imagjinoti nëse s'do bëheshin këto konferenca të përditshme. Do të lexoje poezitë e këtyre llum intelektualëve, duke hyjnizuar mandatin e 4 të Edi Ramës, të këtyre pseudo-intelektualëve. Se për ata këta nuk janë qenie njerëzore. Këta që flasin nuk kanë pse të votojnë. Këta në qenie inferiore. Është një situatë komplekse, por kësaj here e përshkruar. Nuk po qenoj kotun kundër, sepse është raporti i komunitetit ndërkombëtar që i kushton 5 faqe fushates dizinformuese të mediave, kontrollit qeveritar të mediave. Dhe unë çdo ditë do të mbroj të vërtetat, sepse ky është interesi më i mirë i shqiptarëve. E fundit, zoti Berisha, do ju çojë misioni juaj për të vërtetat e zgjedhjeve kandidat për kryeministër në vitin 2029, Partisë Demokratike? E vërteta është që nuk po bëj gjë tjetër, veç se të jenë shqiptarë që me votën e tyre të lirë të përcaktojnë kryeministët e tyre të ardhshëm. Kjo është betejë ime. Do jeni ju? Kjo është betejë ime. Kjo është një betejë. Ky është misioni im. Ky është misioni im. Unë po përpiqem çdo ditë dhe do përpiqem që shqiptarët të votojnë të lirë, të zgjedhin, të votojnë jo nën presionin e këtyre horrave që s'kan ligj kodas moral, këtyre plaçkicëve të fshirë nga çdo lloj standardi shërbëtorët e Edi Ramës, të atyre kasnezve që hiqen shërbëtorë të gënjeshtrës janë, që duhen të mashtrojnë shqiptarët. Është mision ky. Por, në dallim nga të tjerët, unë flas me fakte, se dhe unë mu të bëj retorikë. Nuk bëj retorika. Unë po paraqes fakte se si janë dhunuar të drejtat themelore të njeriu dhe të drejta e votës shqiptarëve. Ju falënderoj. Nesër prapë të tjera. Po, edhe shtransisht